Mëngjes dashur miq të Blikës tonë. Ju përshëndes. U po dita 25 në protest, edhe pse rashi në protesta bo dhe me mirë, me zellshme, me pasën më e fort. Të dashur miq, Shqipëria ndodhet në një situatë jo të mirë politike. Pse? Sepse populli është në kam. Populli është shtuar, kërkon dorëheqjen e kryeministit. Çfarë po ndodh? Fraksionet e mbrëmshme po mundon ta zbejnë protestën, të japin kohë të ndryshme protestë tonë. Prandaj, të dashur miq, duhet jemi të gjithë përgjegjës për secili për veten e vet. Jemi përgjegjës për çfarë bëjmë për të ardhmen dhe të ardhmen kombit shqiptar. Nuk është nevoja të bëjmë armiq me njëri tjetrin. Nuk është nevoja të flasim si në shekullin e 20, të fillim shekullin 20 për armë, për vrasje, se nuk po bëjmë, nuk je ka çlirojmë Shqipërinë nga armiqt jashtëm, po je ka bëjmë një protestë paqësore për rrëzimin e qeverisë dhe për ndaljen e korrupsionit në vend. Nuk është nevoja, ai që ka bën gabimin do të paguajnë me burg. Nuk është nevoja as të flasim, do vrasim, as do pjekim, as do bëjmë. Prandaj ju lutem shumë gjithë mëstruesve, të ruajnë kësaj gjuhë të egër që po përdoren, ndoshta element të caktuar për të na prishur protestën tonë. Nuk është nevoja të bëhemi hero asnjë. Nuk është nevoja të bëjmë ekstrem asnjë. Nuk është nevoja të kalojmë në shekullin e 19 asnjë. Sot populli shqiptar, rinia shqiptare kërkon heqjen e korrupsionit, heqjen e tranzicionit që 36 vite, heqjen e kriminalëve nga postet të ndryshme që kanë zonë me rishfete, kthimin e çdo njeriu që nuk i plotson kushtet se ka ardhur pasunia tu ja nis të kryeministit duke mbaruar të net të thjeshtit, nëse nuk i jep përgjegjësinë se ka ardhur pasuria do t'i kthej popullit shqiptar, sepse është e popullit. Ata që kanë vjedhur do gjojnë vendin, ligji do të veprojnë. Nuk është nevoja të shputemi, të bëjmë, ta krijojmë, ta bëjmë shtetin pa ligj. Nevoja sot është që të rrezohet Edi Rama, po të jetë instancat shtetërore të mos prishen. Nuk ka kushtetuta shqiptare, nuk duhet të lëviz nga pozicioni i saj pse bojnë protest na ose pse bojnë protest Edi Rama. Pra, gjithkush, kush është shqiptar, duhet ta vënë gishtin kokë, mos po shkojnë në kanosin e të drejtave të njeriut, në kanosin e të drejtave thelementare të njeriut. Prandaj, i bëjnë thirrje, si qytetari thjesht, Edi Ramës t'japin dorëheqje. I bëjnë thirrje gjithë protestuesve, gjithë shqiptarëve, me një gojë të ëmbël të thrasim Rama jep dorëheqjen. Jo Rama në burg, apo Rama atje, apo atje. Ju faleminderit.